Zëvendës drejtori i kadastrës Dibër, Daniel Gjura, është arrestuar mbrëmjen e së martës nga policia pas disa ditësh në kërkim. Ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë arrest me burg për veprën penale, mashtrim dhe falsifikim dokumentash të kryera në bashkëpunim. Arrestimi i Gjurës vjen pas operacionit të zhvilluar nga policia e shtetit në Dibër, ku u zbulua një skemë dyshuar kriminale për tjetërsimin e pronave të paluajtshme përmes dokumenteve të falsifikuara. Me 17 qershor, pas një hetimi 7 mujor, autoritetet ekzekutuan 14 masa ndaj punonjësve dhe ish punonjësve të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si edhe ndaj personave të dyshuar që kanë përfituar nga veprime të kundërligjshme. Sipas hetimeve paraprake, disa persona me detyrë aktuale dhe të mëparshme në kadastrën e Dibrës në bashkëpunim me një notere dyshohet se kanë falsifikuar dokumente dhe kanë kryer procedura administrative në kundërshtim me ligjin me qëllim kalimin e pronave të paluajtshme në favor të një shtetësimi iniciale TD dhe familjarëve të tij. Daniel Gjura ka mbajtur më herët edhe detyrën e drejtorit kadastrës Dibër, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 ka qenë kandidat për deputet në siglën e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Hetimet për këtë çështje vijojnë ndërsa autoritetet po verifikojnë rolin e secilit prej personave të përfshirë në skemën e dyshuar të tjetërsimit të pronave.